Mirë mbrëma, pa unë bërkot duhet të prezentoj listën e kandidatëve për deputet për qarkun e Korçës. Qarku i Korçës do të ketë 10 mandate deputeti këtë herë në këto zgjedhje, me formulën e kodit zgjedhor, siç e dini, lista e mbyllur është 30% e listës e numrit total të deputetëve, do të thotë ne kemi 3 deputet në listën e mbyllur, do të jetë Niko Peleshi, Romina Kuko dhe Genti Lakollari. Romina Kuko është lindur në Korçë në vitin 1984, shëritur në Korçë, pastaj është shkolluar në psikologji në Universitetin e Sheffieldit, ka bërë një sër kualifikimesh të tjera pas universitare, ka një karrierë tashmë të gjatë në administrat, por edhe në organizata ndërkombëtare, siç është OSBE. Aktualisht është kryetare e Këshillit Bashkiak të Tiranës, por do të rikthehet në Korçë në vendlindjen e saj. Është zëvendës ministre e Ministrisë Punëve të Brendshme, ka dhënë kontributin e vet, siç e thash, jo vetëm në administratën tonë shtetërore, por edhe në organizma të tjerë, ka një eksperiencë pra të gjatë dhe jam shumë i kënaqur që do të jetë pjesë e skuadrës tonë, do t'i bashkohet skuadrës tonë në qarkun e Korçës. Genti Lakollari është një djalë i ri nga Devolli, i cili është aty për të respektuar në radhë të parë një krain të qarkut Korçës me vlera, me tradita, që meriton patjetër të ketë, siç e kemi tradit, Partia Socialiste të ketë deputetin e vet të sigurt, ndaj është vendosur në listën e sigurt. Por do të jenë 2 djemë të ri, do ta them më poshtë, që do të punojnë në Devoll dhe që do të përbëjnë modelin që na diferencon ne si Parti Socialiste në atë bashki, në qarkun e Korçës, por specifikisht në bashkinë e Devollit, 2 djemë të rinj të shkolluar, punëtor. Genti është me një eksperiencë të gjatë në Partinë Socialiste, ndonse është djalë i ri, e ka filluar nga antari thjesht i partisë, është bërë kryetari i Partisë së Qytetit, tani kryetari i bashkisë, i Partisë Socialiste për bashkinë e Devollit, është aktualisht nën kryetari i bashkisë Devollit. Siç e thash, dëshiroj që përmes shembullit të Genti Lakollarit të inkurajojmë gjithë të rinjtë dhe të rejat në Devoll, qarkun e Korçës dhe në gjithë Shqipërinë, për treguar se si brenda Partisë Socialiste bëhet karriera përmes punës. Ai ka punuar me përkushtim në çdo fushat dhe mbase sot surprizohet kur dëgjon emrin në listën e mbyllur. Natyrisht që e di, jemi konsultuar edhe me Partinë Socialiste, por besoj do të jetë surprizë për të. Për gjitha këto arsye, ai do të jetë në listën tonë të mbyllur dhe do të punojë krah për krah me një kandidat tjetër që do ta lexojmë më vonë. Tani fillojmë me listën e hapur, sipas rendit alfabetik, që mos krijojmë asnjë keq kuptim. Alfons Oldashi është një djalë i ri, lindur në 12 shkurt 1998 në Pogradec. Vjen nga platforma Deputeti që duam, është administrator i njësisë administrative Buçimas, aplikoi në platformë si një i ri socialist që ka ecur në Partinë Socialiste, është antar i Asamblesë Kombëtare, por shprehu ambicien e vet për të qenë në listën e kandidatëve për deputet. Unë i uroj Alfonsit suksese, natyrisht, dhe jam i sigurt që eksperiencën që ka krijuar me punën në komunitet do di tani ta kthej në vota për Partinë Socialiste, duke punuar kryesisht në bashkinë e Pogradecit, por jo vetëm, siç e dini, çdo deputet do të jetë deputet i qarkut të Korçës. Arjani Aullari është lindur në Korçë në 22 maj 1960, ka një eksperiencë, pra siç e shikoni, ka kandiduar në zgjedhjet e kaluara në 2021 dhe ka marrë një numër të konsiderueshëm votash. Sot është zëvendës ministër i Ministrisë Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, është farmacist në kualifikim, ka qenë presidenti i urdhrit farmacistit, është modeli i punës të përkushtuar ndaj njerëzve dhe jam i sigurt që do të performojë shumë mirë në këto zgjedhje, të cilat, siç e thash, janë zgjedhje ku Partia Socialiste do të synojë jo thjesht edhe vetëm të mbajë 6 deputet, por do të synojmë 7 deputet në qarkun e Korçës dhe mbase kjo duhet ta themi dhe ju intereson. Është sfidë e madhe, padyshim, por ne jemi sot 6 dhe do të shkojmë 7 deputet përmes kësaj skuadre të shkëlqyer fituese që unë po prezantoj. Besa Spao ka lindur në 3 dhjetor 1987 në Korçë,
sot është në kryetare e Bashkisë së Korçës, ka kandiduar edhe në listën e Bashkisë së Tiranës në vitin 2017 dhe më pas në vitin 2021 në listën e kandidatëve për deputet në qarkun e Korçës. Ka një eksperiencë të gjatë në punën e vet administrative, është një specialiste, është një inxhinier ndërtimi, e diplomuar në Universitetin Politeknik të Tiranës, ka qenë drejtuese në Agjencinë Kombëtare të Kadastrës dhe pastaj dhe të Korçës. Sot, siç e thash, është nënkryetare e Bashkisë së Korçës. Vjen nga një familje me tradita, por edhe me kontribut të jashtëzakonshëm për Partinë Socialiste, që herët për Korçën, edhe unë dua që këtu t'i çoj një falënderim, edhe një mirënjohje babait vet që ka drejtuar Partinë Socialiste për shumë vite dhe që sot besa padyshim e përfaqëson edhe atë, pra dhe familjen e saj me shumë dinjitet. Bledi Çomo është lindur në 22 qershor 1982 në Pogradec. Bledi Çomo është jurist, avokat me eksperiencë të gjatë edhe në fushën e avokatisë, por ka dhe një shkollim në menaxhim biznesi. Studimet i ka përfunduar në Universitetin e Tiranës dhe në Universitetin Fanoli, pra ka dy bachelor. Siç e thash, ka qenë nënkryetari i Bashkisë, ka qenë sekretari i përgjithshëm në Këshillin e Qarkut dhe administrator i zyrës avokatisë Çomo & Friends. Ka drejtuar Partinë Socialiste për shumë vite me sukses. Në Bashkinë e Pogradecit ne kemi dalë tradicionalisht fitues. Ka kandiduar në vitin 2021 dhe ka marrë pothuajse 6.000 vota. Tani do të jetë një kandidat që jam i sigurt do të jetë fitues bashkë me kolegët e tjerë, do të përfaqësoj qarkun e Korçës, po posaçërisht Pogradecin, me të cilin ai është aq shumë i lidhur. Eni Zake është emri i njohur sepse është deputete aktuale për qarkun e Korçës, ka lindur në 12 shkurt të vitit 1981 në Korçë, ka përfunduar Fakultetin Ekonomik të Universitetit Fanoli në Korçë, në financë dhe kontabilitet, dhe ka gjithashtu dhe një master në Universitetin e Ohrit. Është deputete e qarkut, siç e thash, ka qenë administratore e Universitetit Fanoli, e lidhur shumë me studentët, me të rinjt, me gratë, me vajzat, ka punuar për mbrojtjen e drejtave të tyre, është sekretare e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ka një performancë të jashtëzakonshme, shumë të mirë, të shkëlqyer në grupin ton parlamentar, ndaj dhe padyshim e meriton të jetë përsëri në listën tonë. Eridion Rustemi është një djalë i jashtëzakonshëm nga Pojani, nënkryetari i Bashkisë Maliqit sot, por që më ka bërë shumë përshtypje mua dhe të gjithë kolegëve të tjerë për kushtimin e vet ndaj komunitetit. Jeton edhe punon në Pojan dhe në Bashkinë e Maliqit, pra, është nënkryetari i Bashkisë, ka qenë më parë administrator, është njeri që duan të gjithë, e respektojnë të gjithë dhe i sigurt jam që me këtë hap në karrierën e tij, një djalë me perspektivë edhe për të ardhmen, ai do ta tregojë edhe vlerën e vet në votat që do të marrën atë bashki. Por jo vetëm. Gzim Gora është emri i dytë që e thash pak më lart për bashkinë përfaqësuesi Bashkisë Devollit, natyrisht në listën e qarkut ton. Ai ka lindur në Bilisht në vitin 1988, siç e shikoni përgjithsisht, mosha është e re e kandidatëve tan. Ka përfunduar studimet në Universitetin Politeknik të Tiranës, dega inxhinieri mekanike dhe master shkencor në energjetik. Prej 13 vitesh punon në sektorin privat si menaxher projektesh, është pra një profesionist shumë i mirë, nuk është ndar nga Devolli për asnjë moment, ndonse tani punon në Tiranë, është prezent çdo javë në Devoll, është një djalë i mirë i Devollit nga një familje e shkëlqyer. Siç e thash, modeli jonë është Genti Lakollari dhe Gzim Gora, dy djemë të shkolluar, punëtor, të jashtëzakonshëm, me të cilin ne do t'tregojmë edhe do t'i japim Devollit atë që meriton, pra një përfaqësim shumë të mirë të njerëzve të punës. Devolli është zona më punëtore mbase në Shqipëri, unë njihem për lokalist, kështu që mos ma vini re që flas me superlativa sa bie fjala për vendlindjen time edhe për qarkun ton. Ilirian Pendavinji është emër gjithashtu i njohur, ka
3 mandate deputet, ka lindur në vitin në 16 maj 1971, ka mbaruar studimet në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Tiranës, i specializuar në nefrologji, ka kontribuar dhe ka një karrierë të mirë në zanatin e vetë, pra si mjek, dhe na është bashkuar prej vitesh në skuadrën tonë përfaqësuese. Ka përfaqësuar qarkun e Korçës në parlament, është modeli edhe njëherë them i një politikani që nuk e haron asnjëherë lokalitetin. Ne kemi parë edhe politikanë që pasi veshin kostumin e deputetit, më pas mendojnë se karrigja ku ulen do të jetë e përjetshme dhe mbase ndryshojnë. Iliri është nga ata miq, nga ata shok, nga ata koleg, deputet që nuk ka ndryshuar asnjëherë, ndaj dhe është një figurë e dashur dhe vlerësuar për qarkun e Korçës. Do ta tregojnë edhe këto zgjedhje se si do të vlerësohet nga votuesit tanë. Vasil Sterjovski është gjithashtu një emër që mund ta njihni, ka qenë deputet për pak kohë në parlamentin e kaluar, ka qenë në listën e kandidatëve për deputet edhe në vitin 2021, është kryetari i Aleancës së Maqedonisëve për Integrim Evropian, AMIE, është një parti me cilin e kemi nënshkruar edhe kemi një bashkëpunim, kemi nënshkruar edhe një marrëveshje lokale, themi, për lokalitetet ku ka komunitet Maqedonas, kryesisht është zona e Korçës, por jo vetëm, e dini që në zonën e Dibrës dhe të Kukësit ka disa lokalitete me prezencë të komunitetit Maqedonas, më falni, por Bashkia e Pustecit, siç e dini, ka edhe përqindjen dhe numrin më të madh të komunitetit Maqedonas, do të përfaqësohen nga Vasil Sterjovski për partinë e vet, po dhe Partia Socialiste natyrisht e përshëndet, e përgëzon dhe e mbështet Vasilin si një përfaqësues të listës së Partisë Socialiste në këto zgjedhje. Ne do të synojmë 7 mandate në qarkun e Korçës. Është një sfidë jo e lehtë, por duke llogaritur edhe faktorin e bashkëdhetarëve tanë diasporë, Korça është një qark që ka shumë diasporë dhe kryesisht në Greqi, në zonën e Selanikut, Athinës, por edhe në shtetet tjera. Unë e falenderoj çdo antar të Partisë Socialiste dhe kontributor për punën e shkëlqyer që ka bërë në diasporë, dhe jam i sigurt që diaspora që pritet të votojë në 11 maj, janë mbi 20.000 korçarë që janë regjistruar në ato lista, do të vlerësoj punën e bërë deri tani, ambicien ton për integrimin në Bashkimin Evropian brenda këtij mandati që vjen. Diaspora do të bëhet pjesë e historisë më të lavdishme për të vendit tonë, të antarësimit në Bashkimin Evropian, ndaj dhe do të votoj Partinë Socialiste. Vinjola, jo nuk e kam marruar. Pse? E thash që e kemi me rend alfabetik dhe nuk mund të haroj në asnjë mënyrë. Vinjola Rota është lindur në 14 maj 1987 në Korçë, ka përfunduar studimet në Universitetin e Tiranës për matematik fizik, ka bërë master shkencor në matematik, pra është një matematiciene, ka punuar mësuese në gjimnazin Themistokli Gërmënji, sot është drejtorisë rajonale të arsimit para universitar në Korçë, ka punuar gjatë kësaj kohe jo vetëm në qarkun e Korçës, por siç e dini, drejtoritë rajonale arsimore mburojnë rajonet, pra dhe në qarkun e Elbasanit dhe të Beratit. Është e palodhur, është gjatë çdo javë në shkollat tona, punon shumë afër komunitetit të mësuesve dhe jam i sigurt që të gjitha ato shprehi edhe aftësi të punës në komunitet, por edhe në marrëdhënie me njerëzit, Vinjola do t'i vënë në shërbim tani të Partisë Socialiste dhe padyshim edhe të votave preferenciale, për të cilat, siç e dini, me këtë sistemin e tanishëm, çdo kandidat do të synojë veç votës së partisë edhe votat preferenciale. Unë jam drejtuesi politik i qarkut Korçës dhe më intereson padyshim së pari vota e Partisë Socialiste, nga e cila prodhohet dhe numri i mandateve. 7 mandate synojmë në qarkun e Korçës. Faleminderit, natë e mirë.